ma mirë vonë se kur në mbrojtjet të Republikës, në mbrojtjet shtetit. E ku më thonë, vazhdoj me menu, elita aktuale politike, ka është në shkelje permanente kushtetuse, jo veç me këtë rast, po prej 15 prillit 2025, dhe vazhdojnë tjetë shkelje kushtetuse permanente. Sepse, për një interes të shpallur nga programi vetëvendosjes dhe Albin Kurti madhor, kinse madhor në emën të kombëtarës, shkilet çdo normë kushtetuse në këtë vend, çdo ligjshmëri, dhe për këtë situatë, kisha me thonë, e ju këmë thonë atëherë, edhe kam drejt morale, në mos me unë shkry tash të toka, më ju thonë prapë. Shkelja kushtetuse e aktit matnalt, juridiko-politik të vendit është tradhti kombëtare. Tradhti ndaj shtetit, ndaj institucioneve të shtetit. Tradhti ndaj Republikës dhe çdo qytetarit të Republikës Kosovës. Dhe në këtë situatë, i mirë, shumë i shkret është një popull që lejon me interpretu kushtetusën Dimal Basha. Shumë i mirë duhet me kanë, me aleju Dimal Bashës interpretimin kushtetus tu e qenu gjykatën kushtetuse e cila, me krejt parametrat, gjykata kushtetuse thuhet me kushtetut, është organi i vetëm dhe përfundimtar i interpretimit të kushtetutës. Dhe nuk ka gjykata kushtetuse. Dhe nuk ka të tjerë. Por këtu në këtë vendin tonë, jo është leju gjithkujt, pa asë një dije dhe vedije kushtetuse dhe shtetnore, me interpretu kushtetutën bashkë qushtiteket dhe që thot partia politike. Edhe neve në studio. Edhe neve në studio, kuptohet. Po përmbyllë Alin. Zoti Sadiku, a muj me Po thonë që këta ma po jo? Po përmbyllë. Jo në gjendje mund të hish. Po vetë gjykata e interpreton kushtetutën. Alin, nuk kemi duke më marrë me këtë Vetë çështje. gjykata Vazhdo e përmbyllë. interpreton kushtetutën, Matushi. Kur kush tjetër? Po, vazhdo përmbyllë. Në gjendjen ku jemi, dihet që